Atëherë na është dhënë ushtrimi me kërkesë jepet fn plus 1 baraz me fn minus 1 plus 2 fn për në 2, 3, 4 dhe f1 baraz me 1, f2 baraz me 1, gjej f5. Pra jemi tek funksionet. Zgjidhja. Çfarë do bëjmë? Për në baraz me 2, do gjejmë për në baraz me 3 dhe për në baraz me 4. Nën do ta zëvendësoni këtu. Dhe do keni fe 2 plus 1, 3 baraz me 2 minus 1, 1. Atëherë fe 1 plus 2 fishi i fe sa ishte në 2. Pra i f-së 2. Ti shkruajmë një herë të gjithë barazimet, pastaj bëjmë zëvendësimet. Për në baraz me 3 çfarë do kemi? Do kemi fn 3 plus 1, pra 4, baraz me 3 minus 1, 2, fe 2 plus 2 fishin e f-së nësë që është 3. Vazhdojmë tani për në baraz me 4, kemi fe 4 plus 1, 5. Pra vazhdojmë dhe dalim të kërkesa që kërkon gjej fën e 5. Atëherë fe 5 baraz me fe në minus 1, pra 4 minus 1 do jetë fe 3 plus 2 që shumë zonë fe nësë që në rastin tonë është 4, pra fe 4. Pasi i shkruajtëm të gjithë barazimet, tani shikojmë. A i kemi të dhënë fën e 1 të kërkesa? Po. A i kemi të dhënë fën e 2? Po. Atëherë të gjejmë fën e 3. Është e barabartë me bëni zëvendësimet përkatëse. Më falni sepse këtu fëja e 2 do zëvendësohet. Atëherë kemi fën e 1, pra 1 plus 2 fishin e vlerës së funksionit për në baraz me 2 që është 1. Atëherë është barabartë me 1 plus 2, 3. Pra fën e 3 këtu ne do ta zëvendësojmë 3. Vazhdojmë tani me fën e 4. Gjejmë fën e 4. Fe 2 që është 1 plus 2 fishin e f-së 3. Sa i gjetëm fën e 3? E gjetëm 3. Atëherë është barabartë 1 plus 2 herë 3 që bëjnë 6 dhe 1, 7. Vazhdojmë tani me fën e 5. Fëja 5 është barabartë me fën e 3. Sa i kemi fën e 3? Pra i kemi 3. Plus 2 fishin e f-së 4. Sa i gjetëm fën e 4? 7. Pra 3 plus 2 herë 7. Atëherë është barabartë me 3 plus 14 është barabartë me 17. Pra kërkesa gjej fën e 5-ës përgjigje f e 5-ës është barabartë me 17 për kërkesën tonë. Pra kur keni të dhënë fn plus 1, pra formulët barabartë me fn minus 1 plus 2 e f-së nësë. Në 1, 2, 3, 4. Çfarë kemi? Fën e 1 të dhënë 1, fën e 2 1, do gjejmë fën e 5-ës. Marrim vlerat për në baraz me 2 dhe shkruajmë barazimin. Marrim në baraz me 3 dhe shkruajmë barazimin. Pra në vend të nësë do vendosësh 3, 3 plus 1, 4, pra t'i gjemë fën e 4-ës është barabartë me 3 minus 1, 2. Pra 2 fën e 2. Në rastin kur ti e ke nën 4, e ke këtu 4, atëherë f në minus 1 do jetë në minus 1, pra 4 minus 1 jetë f e 3. Pra duke i shkruajtur të 3 barazimin, arrim në fën e 5-ës që kërkon kërkesa e jonë, pra gjej fën e 5-ës. Që të gjeni fën e 5-ës, juve ju duhet f-ja e 3 dhe f-ja e 4-ës, të cilat i gjej pak më lartë për në baraz me 2 dhe në baraz me 3.
Pra këto janë ushtrime që mund të bien në provimet e maturave shtetërore. Tek funksionet dhe gjetja e vlerës së funksionit për një vlerë të dhënë të ndryshorit. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në materialet të radhës.